Virtuozi Jani Papadimitri feston sot 75 vjetorin e lindjes. Ai mbetet një ndër figurat më të kompletuara në historinë e artit shqiptar modern, por mbetet gati unikal edhe në aspektin e rrugëtimit të karrierës së tij profesionale, solistike e pedagogjike, prej gjysmë shekulli, karrierë e cila ka evoluar në 3 vende, në Shqipëri, Greqi e Kanada. Violinisti dhe kompozitori Jani Papadimitri ka lindur në një familje artistësh. Nëna e tij ishte piktoria e parë shqiptare, e mirënjohura Sofia Zengo Papadimitri, ndërsa babai, skulptori ksilograf Akile Papadimitri. Edhe vëllai i tij, Vangjush Papadimitri, gjithashtu është një ndër violinistët më të shquar të Shkollës Shqiptare të Violinës. Mjeshtër Papadimitri ka qenë për një kohë të gjatë koncertmaestër i Orkestrës së Teatrit të Operës dhe Baletit dhe më pas drejtor artistik i këtij institucioni deri në fund të viteve 80. Më pas emigroi në Greqi, ku punoi si violinist në orkestrat më kryesore të vendit fqinj deri në momentin e emigrimit në Kanada. Në Greqi themeloi së bashku me vajzat edhe Trio Famus, violinisti i shquar dhe virtuoz Jani Papadimitri, njëherëzi dhe kompozitor e artist shumë planësh, është një ndër figurat më të spikatura dhe më autoritare të Shkollës Shqiptare të Violinës dhe Muzikës, nga e cila ka dalë shumë artist instrumentist, që sot e ushtrojnë me shumë suksese e dinjitet profesionin në të 4 anët e botës. Stafi i RTS Korça i uron shëndet e krijimtari të mbar në vijim.